çaj vogël, o çaj vogël. Kjo është qumër si ka ardhur deri nga lopa. Wow. Jo, këto është realitet, jo me llafe. Wow. O, shatë bogra, që si erë. O, që atë bukura, si Rinkeviqa, që si Rinkeviqa. O, këto qumë është tani, që sa të bukura janë. Rubina, shtu ndarë do mbaroshë? Do bëjmë dezinfektimin e duarve dhe të këmbëve. Qa kontrolli e meritoja. Pasi vjen qumshi nga pranimi, janë bërë të gjitha analizat laboratorike, është pranuar dhe është stopuar dhe ftohur në për ato observatorët që janë jashtë, pastaj hyn në pasterisim. Tani janë të dyja linjat të punë. Këtu po ka mbaruar qumshti dhe po bëhet kosi, andaj po mbushet rralla. Ajo që doja unë të tregoja është që kemi investuar edhe tek fryrja e shisheve, nuk preket asgjë me dorë. Shishet vinë që kemi makinerinë e fryrjes shisheve këtu. Jemi në një sistem komplet automatik. Pipetat hidhen aty, fryhen, bëhen shishe dhe kalojnë drejtë në zinxhir, po të shohim që këtej. Tani po fryen shishet. Tani po dalin shishet drejtë për në me zinxhir ajri, shkojnë drejtë në makineri. Shishet janë të mbushura këtu? Janë bosh. Shishet vetëm shishet. Komplet. Prodhimi shisheve. Është e gjitha linje mbyllur. Ti e prodhon shishen aty, direkt shkon në bushje. Pra, ndodhi prodhimi shishes. Prodhimi shishes direkt në zinxhir. Tu mushet. Tu mushet qumshi. Që të mos preket asgjë me dorë. Tu mbushet tani, tu vjen shishja, kjo shishja bosh, aty hyn shishja në sistem. Po. Mbushet atje. Është atje mbushja. Mbushja është atje. Del tu merr tapën edhe del drejtë për të marrë etiketën. Tu ka marrë tapën, e këtu ikën. Pastaj shkon drejtë për etiketim. Ndjekim shishen. Merr datën e skadentës ke printeri dhe hyn drejtë për etiketim. Tu merret etiketa. Këtu kalon etiketa dhe këtu bëhet e gjithë shishja, etiketohet dhe del me etiketë. Sa e ngrohtë. Është kosi. Është kosi këtu, sa e ngrohtë. Pikset i ngrohtë, futet në dhomë të ngrohtë deri në momentin e mpiksjes, pastaj hapet i kthehet në ftoje. Kos natural. Ti shoh pa këto të dhëna të gjitha. Çdo e dhënë që ke të shkruar këtu e ke edhe brenda në shishe. Dhe për këtë kushdo qytetar që mund të jetë mund ta çojë për analizë dhe ta shikojë. Pa vëm këtu apo e prekën tani në jo, s'ka që është prekur nga jashtë, s'ka problem. Bëni gjithë procesin, tani është gati. Tani është gati për të mpiksur, futet në dhomë për mpiksje. Ku shkon ai që mpiksat? Tani do shkon në dhomat termostatike. Aty është temperatura 42-45 gradë, qëndron për 3-4 orë derisa mpikset dhe pastaj bën një dallon kthehet në ftoje. Makinerit më higjienike në botë. Këtu kartoni hyn në rolet dhe të gjithë procesin e punës e ka robotik. E bën të gjithë procesin e bën brenda. Në mënyrë robotike krijon shishen, tapën, gjitha i merr këtu dhe pastaj kalon kohë. Këtu bën formimin e shishes, në paloset letra. Po ta shohësh këtu e ke të formuar katrorin, këtu merr tapën, grykën e shishes dhe këtu pastaj kjo këtu është dhomë higjienike ku dezinfektohet me peroksid hidrogjeni, pahet me rrezë ultraviolet, pastrohet me avull të filtruar mbi 100 deri bar, pastaj bën mbushjen edhe dalje në zinxhir. Gjithë procesin e bën kjo? Gjithë procesi është automatizuar, është komplet makine robotike. Nuk të lejon të pusësh duart për ato.
aty. Kjo shishja këtu ka defekt. Nuk është ngjitur mirë, po ta shohësh pa? Po. Ka. Domethënë, është ky problemi. Në momentin që kjo nuk ngjitet mirë, e njeh vetë sensori sensori dhe he. Dhe kjo është për gjithë ato që kanë produkte që del skarco amballazhi, për shembull, që kjo të mos shkojë në E tregë. nxjerr vetë. Domethënë, ky është sensori që kontrollon. Sensori, një sensori gjitha. Tash është komplet robotike, është automatike komplet, nuk ka asnjë. Vazhdojnë, kalojnë komplet. Kjo është dalla që po bëhet gati për në Amerikë. Sa interesante. Kjo vallë është në Amerikë? Po. Shumë e lezetshme. Ne jemi shumë krenar kur shqiptarë që i njohin në Amerikë ose që na shkruajnë dhe ke Facebooku Lufrës, ka marrë dallë, ka marrë kos, ka marrë djallë shqiptarë. Dhe tani Amerika je në kohën më të mirë, se ka ndryshu komplet piramidën ushqimore e Trumpit dhe i ka dhënë rëndësi dallës e qumshit e kosit Bulmetrave dhe mishit. Bulmetrave dhe mishit. Kështu që ti je në kohën tënde tani. Bravo. Ja që vjen koha. Po, dua të më çosh te laboratori se gjithçka ndodh për atë arsye, cilësia. Hajde trego si e gjen të cilësinë. Shiko, ne si fabrikë kemi krijuar strukturat tona prej vitesh dhe kemi punuar për këtë ditë që do vi për Europën. Ne kemi krijuar. Sepse ti thua, prodho çdo gotë qumësh, si ta kishe për fëmijën tuaj. Po mirë, kjo është motora e fabrikës. Ti për fëmijën pas e bën më vete, e prodhon. Si do e bëj më vete? Pastrizatori është 10.000 litra, ku të gjem vetë do e zjeve të nxjerrë. Unë marrë një shishe qumësh, me kita të, do t'i tregoj magazine. Hajde. Këtu kemi frigoriferin, ku i gjithë prodhimi që prodhohet brenda ditës, në momentin që del nga prodhimi, siç e pe nga zinxhiri nga transportieri, vjen dhe hyn në këtë frigorifer, i cili qëndron për 4 gradë temperaturë. Tu është 4 gradë. Po, tu është gjithkohës temperatura 4 gradë. Të gjitha produktet tona hynë në këtë magazin, e cila është me 2 dyrë sipas kushteve të Komunitetit Evropian. Komuniteti Evropian të thonë që nuk duhet të shkëmbehen produktet. Dhe ti këtej e fut produktin nga prodhimi dhe këtej kemi ngarkimin e kamionave dhe makinave që ikin për në tregë. Ja ku i ketë gjitha. Çdo gjë ka datën e skadencës, kur vjen magazinieri të mos ngatrohet, po gjithë secili të shikojë radhën dhe sistemimin e produktit. Me numër loti dhe me datë skadence. Pra prodhimi është 21. 21 i pari 2026. Është prodhimi data skadencës e ka të poshtë, baskat në numër disa cila se pas standardeve për gjurmëshmëri me produktit deri te klienti. Djatë Kaçkavallë. Kaçkavallë. Dhe ky është prodhimi datës 18 i pari. Ai është datës 21 i pari, sipas datave që është prodhuar. Pastaj procesi si vazhdon? Mbas kësaj, mbasi qëndron tush hyn në dhomën e stazhionimit për 45 ditë. 45 ditë. Pastaj vakuminoset dhe hyn në dhomë ftoje 4 gradë derisa të shitet për 1 vit. Ja nga dhomë e djathit. Nga Shëllira, djati Kaçkavallë vjen dhe hyn këtu, ku lahet, kriposet, si që shikon ka procedurat në për secilin raft, ku të mbahen datat e kriposjes, datat e kthimit, datat e larjes, sepse ky ka punë gjatë gjithë kohës. Ky për 45 ditë lahet, kthehet, kriposet, është si një fëmijë i vogël që do kujdes, pastaj bëhet për në tregë. E pastaj bëhet paketimi, ku bëhet prerja, paketimi djathit, vakuminosja, kalimi në vakum, paketimi gjizës, të peshimi, gjitha bëhen këtu gati për në tregë. A këtu është paketimi çdo gjë? Paketimi. Paketimi, peshimi, marrin datën e skadencës dhe presin poshtë. Ato që janë me etiketë. Për shembull, ti ke këtu një djathtë që është prodhuar datë 21, vjen këtu dhe etiketa të vën datën 21 prodhimi dhe skadencën kur e kapësh. Këto janë frigorifera, nuk është se kanë. Kjo është gjalpi ynë, i cili është prodhuar, paketohet, shkon në ftoje, pastaj vjen këtu dhe bëhet gati për paketim. Tashmë më njimi që kur flas për një biznes, për institucion, për një njeri, ajo që mendoj gjithmonë është që e kam të shkruar fytyrën, kam të drejtë apo jo. Dhe në fund, kur e mbyll duke thënë,
Eja flasim, eja të kuptojmë më shumë, sepse ne i bëjmë mirë njëri tjetrit duke folur. Sidomos bizneset Made in Albania i bëjnë jashtëzakonisht mirë vetes duke folur, nuk mjafton një reklama duke vendi. Kjo është kjo. Po duhet të shikojmë në sy njëri tjetrin, çfarë ndodhi, çfarë prodhojmë, kush jemi. Unë nuk e kam për herë të parë tek Neta e Lufrës. Sa vjet kam? Kam 3 vjet, 4? Më shumë sepse nuk e mbaja mend këtë zhvillim. Dhe erën që unë fola me zotin Jorgaçi, një veteriner i njohur, e para që morin telefon ishte ti. Por logjika është kjo, nuk po i bien bizneset. Nuk është e vërtetë që po i bien bizneset, por publiku ka pyetje për biznesin, të cilat nuk do marrin kur përgjigje vetëm me reklama. Përgjigja e vetme do jetë duke parë. Tani pyetja është kjo. Vetëm gazetarët ju hapni dyrat apo kushdo njeri që ka pyetje i thua eja shikoj kush jam unë? Çdo njeriu i cili është i interesuar për të ditur se çfarë konsumon, i ka dyert e hapura. Ne kemi vite që kemi thënë që kush është i interesuar, mund të vi ta shohë fabrikën se si prodhohet, ku prodhohet, dhe më e thjeshta fare është që gjithë produktet tona janë në treg, janë të lirë kushdo ose janë të ftuar, më mirë të themi kushdo, që ta marrë një produkt, ta çojë, ti bëj një analizë dhe të shohë se çfarë ka brenda produkti. A e ka atë që ka shkruar në etiketë apo nuk e ka? Pra ky është problemi. Besoj ju i dini dhe vetë tani më mirë se sa çfarë thon gazetarët dhe publiku. 3 gjëra thon. Vaj palme, qumësh plur, tani doli dhe problemi i aflatoksinës. 3 janë gjërat që po bërtasin. Ndërkohë, pas kësaj vitesh që unë vi ke Lufra, shikoj që ti tani e bën një perandori, nuk ka më dyshim. Kjo është e dukshme. Problemi është pse njerëzit vazhdojnë edhe i bëjnë ato pyetje sikur i bënin kur ti e nisë në fillim. Ç'a ndodh? Unë shikoni pak edhe ke vetja ju këtë që pse ai pyet sikur jeni në 92-shin atje, të stilin di Lufra, dhe tani në 2026 të bën në njëjtën pyetje. Ku është problemi? Unë nuk dua të merrem fare me mediat, nuk dua të merrem fare me këtë problem, sepse ato kanë punën e tyre, le të vazhdojnë. Unë kam punën time dhe unë si prodhues jam i detyruar të prodhoj siguri ushqimore. Në çdo produkt që ne nxjerrim, duhet të prodhojmë siguri ushqimore. Nëse unë sot çoj një produkt në treg, dua që klienti im të jetë i sigurt për atë që blen dhe të jetë i bindur që kur blej një qumësh Lufra, blej një qumësh natyral Lufra. Pse vazhdojnë thonë qumësh plur atëra? Ku është problemi? Kjo historia pastaj qumësh plur, vaj palme, jemi mësuar çdo ditë thash produkti është në treg, janë të lirë ta marrin, doja paguaj unë analizën mbasi ta kenë bërë analizën. Të vinë dhe të thonë unë kam bërë analizën tënde dhe duhet më paguash dhe jam unë e kënaqur t'ja paguaj këtë analizë, ta kanë bërë dhe të vinë. A ke dëgjuar ti ndonjë që të flasë me fakte, që të nxjerrë ndonjë, çdo kush që flet, a ke dëgjuar ndonjë që të nxjerrë një analizë dhe të thotë ka këtë? Atëherë, asnjë, vemi ke veterineri që foli ke unë. Ai ishte veteriner pension, le të themi. Ai kishte këtë. Veterineri juaj foli dhe tha që nuk ka lop. Po. Kjo ishte gjëja. Por unë do të çoj ty në disa ferma dhe ta shohësh se sa lop ka dhe se sa qumësh marrim ne. Ne nuk bëjmë vetëm analiza aflatoksine, ne bëjmë analiza për qeliza somatike. Ja pra, çfarë do të ky laboratori? Ç'a bëhet? Ky këtu është aparati që bën analizat e aflatoksinës. Atëherë, problemi që ka dalë tani, domethënë që u fol pafund, është ky, që nuk ja merr fermerit në rast se gjem çfarë. Nuk është se është i sotshëm. Ky ka, ne kemi 4 apo 5 vjet që i kemi aparatin në fabrikë dhe që i bëjmë analizat. Tani ndoshta u bën çik më e madhe sepse ke kthyer më shumë, janë kthyer më shumë fermerë sepse jo lagështira, jo shirat, jo ndoshta mistri që ka ardhur, nuk e di se ç'a mund të ketë ndodhur, janë kthyer më shumë fermerë. Po këtu nuk bëhen vetëm analiza aflatoksine. Këtu bëhen të gjitha llojet analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike. Ne bëjmë analiza aflatoksine, bëjmë analiza antibiotiku, bëjmë antibiotikut të që mjekohen lopët. Bëjmë testin e qelizave somatike ose të mastitit, që ka sepse mastiti është një ngarkesë bakteriale për qumshin. Bëjmë ngarkesën ngarkesën totale, domethënë të mikrobeve totale që ka qumshti. Bëjmë mbjellje të produkteve, domethënë kemi një sër analizash të cilat bëhen. Dhe pasi kalon këto analiza, qumshi shkon. Domethënë, nëse nami i madh bëhet qumësh plur apo jo, ti në fakt problemet ku i ke? Ky aparati që shihni këtu, di të bëj kripën, di të bëj nëse ka element të huaj qumshi si qumësh pluhur, vaj palme, çdo gjë tjetër, domethënë. Tu i ka të shkruar, çfarë ka të shkruar këtu normalisht? Për shembull, i thotë të gjithë përbërësit, nëse ti do fusë qumësh plur, duhet ta shkruaje? Nëse ne do përdorim qumësh plur në një produkt, jemi të detyruar ta deklarojmë në të dhënat e produktit. Pra nëse ti do
Po, ti nuk e përdor fare që nuk e ke shkruar? Në qoftë se do i kisha hedhur, do i kisha shkruar. Nuk kam se përdor qumësh pluhur, se tash do të çoj në disa ferma që të shohësh. Kur qumshti i fermave tona është një qumësh cilësor me lëndë të thatë 8.7, me yndyrë 4%, me proteina, me gjitha, për çfarë duhet ta përdor në qumësh pluhur? Kush është interesi im që unë të përdor qumësh pluhur? Parat ndoshta, në kuptimin që ti kursen po të marrësh, po të flet një njeri që e kam e të dëgjuar, unë intervistoj dhe ky njeri që intervistoj më thotë nuk ka lop në Shqipëri. Po dhe unë dalë vërdalë dhe nuk ka. A din njerëzit sot se sa lekë është 1 kg qumësh pluhur? Jo, unë se di. Po është më shtrenjtë se sa një qumësh lope. A do më kështu ka qenë gjithmonë dhe e keme 0% ndyrë. Ndërkohë që unë blej një qumësh fermeri me çmim normal dhe me ndyrë të plotë. Që i bie përdor pastaj për kohës të tjera, kështu që e përdor për shumë. Do i heq për shumë nëse unë kam deklaruar ndyrën 2.8, do t'i heq 1.2% ndyrë dhe do e kthej në gjallë. E përdor për shumë funksione. Pra ty të intereson të marrësh këtë. Mirë, në rregull, s'ke interes për qumësh pluhur, por je pa qumësh, s'ke ku e gjen, nuk di ç'të them, ç'probleme mund të ketë një anar. Dhe ti do ta blesh, ç'a do bësh, domethënë? Ne kemi aq shumë qumësh sa nuk po e përballojmë dot që ta punojmë. Jo të kemi mungesë qumshti, sepse ne vetë, unë dhe im shoq kemi vite që investojmë te fermerët. Ne i kemi zhvilluar fermat, ju kemi dhe nga ana financiare, ju kemi dhe natyre të ardhura që ata të shtojnë lopët, të rregullojnë stallën dhe sot në këtë ditë sot nuk është e qëllimshme që Lufra ka fermat më të mëdha në vend. Ju nuk keni fermë vetë. Punoni me ferma të tjera. Unë nuk kam fermë vetë, por ama kam investuar në të gjitha fermat që unë punoj dhe të gjitha fermat që unë punoj sot më furnizojnë me qumësht. Dhe ke qumësh mjaftueshëm. Kam qumësh mjaftueshëm dhe po të shikosh, unë kaçkavallin zakonisht filloj me ta prodhuar në vitet e tjera kemi filluar kaçkavallin me ta prodhuar në mars, prill, maj. Kemi filluar me të prodhuar kaçkavall qysh në tetor si vjet, sepse ka pasur super prodhim të qumshtit. Pra, ne që bërtasim, përfshirë se të gjithë udhtojmë, ecim dhe themi që nuk ka bakti, ose më saktë ka në numri baktive. Kjo është një gjë. Është e padrejtë ky? Jo, është e drejtë. Numri baktive ka rënë, por është pjesa tjetër. Në qoftë se ti më përpara në një fshat kishe një fshat me 300 familje, kishe 300 lop, sot ti do shohësh një fermë e cila vetëm njëra nga ato ferma, nga ato fshat sot janë një fermë e madhe dhe një 7-8 ferma më të vogla se sa ajo, vetëm njëra nga fermat ka 550 lopa, 600 lop sa kishte. Ku janë këto ferma që si shohin? Do të çojmë të shohësh. Sa ferma ke që punoj? Më thuaj, unë kam gati 150 ferma që punoj. Ku? Unë do të jap listën e fermave dhe ti do vesh gishtin se ku do të shkosh ti. Më falë, 150 ferma ku në gjithë Shqipërinë? Në gjithë Shqipërinë. Punon me 150 ferma? Lushnje, Vlorë, Berat... Brenda një dite, këtu vjen qumshin 150 ferma? Kavaj, po, këtu vjen qumshin 150 ferma. Rreth 30.000 litra qumësh, unë i marrë vetëm nga 3 fermat e mëdhaja në vend. Vjen SHPK, 3 SHPK edhe ferma Leçini. Këto janë 3 fermat më të mëdhaja në Shqipëri? 3 fermat më të mëdhaja në Shqipëri, nga të cilat unë marrë 30.000 litra qumësh. Dhe nga pjesa tjetër, marrë gati... Vjen? Si quhet? Vjen? Vjen. Ku është? SHPK? Është në Grabian, te 3 urat. Grabian do shkojnë, tjetër. Tjetra si quhet? Ken Kavaj, Leçini. Leçini. Ferma Leçini është në Kavaj. Atëherë, nga Lushnja vemi në Kavaj dhe më gjete një fermë tjetër që ka pas probleme me aflatoksinë. Po, me aflatoksinën. Kemi fermën, gota ferma e Skënder Demirit, duket. Po, ferma e Skënder Demirit. Çfarë ndodhi aty? Kishte një rritje të aflatoksinës minor dhe u kthye qumshit, por e kuptoi, tha, unë kam ndryshuar misrin, tha, dhe prandaj kam këtë problem. Tha, hoqi misrin brenda 4 ditëve solli qumshin. Okej, do shkojmë te 3 ferma, që të kuptoj dhe unë më shumë, për këto 3 gjëra, do dalin të tjera rrugës, po le të kuptojmë këto që po flithet njërë si fillim. Unë jam e gatshme t'ju tregoj tani në kompjuter të gjitha fermat në sistem, të gjitha fermat që ne punojmë, të gjitha litrat e qumshit që kanë, sa qumësh hyn dhe sa prodhim del nga fabrika. Dhe kushdo që është interesuar mund vjedhë ta shikojë. Po mirë, kam një pyetje, dua t'i shikoj, në fakt kam dëshirë t'i shikoj. Pse nuk flisni më shumë për këto gjëra? Pse nuk flisni? Ju e dini dhe vetë që se kemi fajin vetëm ne. E keni fajin edhe ju që nuk flisni kaq shumë, sepse produkti ndërkombëtar është i marketizuar, ka marketin e vetë, ndoshta ju nuk e keni. Made in Albania ka nevojë për të folur, për tregim. Ne mendojmë se kemi folur, po ndoshta s'kemi folur aq sa duhet. Vemi shohim fermat atëherë. Jam me Erionin të ferma Leçini, i keni vënë emrin e familjes. Po, mbi emrin e familjes. Mbi emrin e familjes sepse ka sa breza ka që është. Unë jam brezi 4 që punoj këtu. Këte ka nisë gjyshim. Qa vite? Ne historikisht, unë jam le rritë qytet. Ku? Në Kavaj. Në Kavaj. Po, këtu ndohem fshatin Gos.
unë jam lerrit nga një qytet dhe në qytet gjyshim edhe në kohën e regjimit ka majt lopë. E kanë lënë. Jo, e kanë lënë, e kemi majtë në qefës. Dhe kur ko hap demokracia, ne se kemi ndalë asirë. Kështu që gjithmonë. Do tani është momenti më i mirë i fermës? Tani është standardi Europës, kemi morë modelet e Europës që mbashtrojmë të kafshët. Sepse ti ke qenë emigrant jashtë ke mësuar, apo? Jo, unë nuk kam qenë emigrant, unë jam gjithmonë me të punë, se ne kemi dhe dele. Por kemi pa jashtë si mahet kafsha, se ne nuk i kemi. Do ke shkuar jashtë, Po, vetëm për të pa, po. Por nuk e pasur nevojë që dhe emigrosh? Jo, asnjëherë. Sepse parat ishin këtu? Asnjëherë, po. Ne nuk kemi emigru fare. Jemi morë vetëm me blegtori, asnjë gjë tjetër. Tjetër kush është në këtë fermë, në kë punoni? Këtu është vlla im dhe vinë dhe 2 djemtë e mi. Ke dhe djemë, të mëndon vazhdon tradita? Po, tradita vazhdon. Ne këtu jemi të stalla që prolon, kjo quhet grupi i Mjeljes, si e quajmë ne këtu. Atjera është poshtë grupi Tharjes edhe Lindjes, Mërshqerat, Barse, këtu vazhdo zinxhiri. Ecim që të tregosh të gjitha, ecim pa? Këtu është çdo gjë automatike. Deri te nga pastrimi, ushqimi vjen me makineri, ku është mishratori që përgatit ushqimin. Këtu i peshohet çdo gjë. Si ja bën, si me para, si ja bën, me kredira apo ti ja del? Kemi marrë kredi se nuk dilet pa kredi. Investimet që kërkoj fermë janë shumë të mëdha. Fakti që merr kredi dhe rritesh dhe zhvillohesh, tregon që ti ke besim te kjo punë. Nuk ka shans domethënë që ti. Po nuk ka shans kjo punë që ashtu sepse nuk ka shans. Duhet shumë punë, që do vëmendje për kushtim. Jo, mund të kesh frikë, ke frikë se ecën kjo. Nuk bëhet. Kompania do marrë qumë shplur, nuk merr qumshin tim, kështu që unë nuk do rritem. Nuk ka interes kompania mos mori qumshin tim, të mori qumë shplur. Se ti si konsumator nuk do qumë shplur, do qumë freskët. E dallon? Po si se dallon? Ka shijen, tregosh shijen. Sa të lezetshme janë, më kënaqe. Tani ku shkojmë? Ja, ne shkojmë tani tek lloma ku rrin qumshit, te tanket e qenë. Tu rrin qumshi. Kjo është, ne këte e qymë lloma tankeve. Qunim duke? Kjo është Eldi. Këtu që ndodhë në këtë vëndë? Atere, këtu ka marru proces të mjeljes. Këtu vazhdon nga atje, këtë tubi vendoset në çdo tank. Këto 2 tanke tani janë plot, se këtu janë rreth. Janë plot me qumësht? Janë plot me qumësht. Do të sasia e qumësht që ti ke marrë sot? Sot, në 24 orë, mbrëmë edhe sot, është komplet këtu që janë rreth 9.000 litra qumësht. Këtë tangu, për mjelet, mushet deri në gjysmë me qumësht, kalon këtë tubi, kalon vendoset të këtë tangu tjetër, që mbushet dhe këtë në gjysmë. Kur vin punëtorët mes, kur fillon procesi i mjeljes në mëngjes, ky mushet plot dhe mbushet ky tjetri. Do të thotë që mjelja sa është ora tani ka rreth 1 orë. Ku shikon ti të dhënat? Ku i ke? Ja, ti shikoj, ti tregoj me kujdes. Llogarit që ky mjelja ka rreth 1 orë, 1 orë gjysmë që ka mbaruar. Do të thotë, ky tangu parë është mbush dhe ky tregon temperaturën 3 gradë është taku, po ta ngjosh nuk ka zhurmë. Është i fikur. Se është mbush i parë, temperatura që ky qumësh ka mërën është 3 gradë. Po ta shikosh këtu, ky është plot me qumësh tani. Ky ruhet tu nuk e prek asnjëri me dorë, automatik ky nuk preket fare. A me bak ashtu. Ja, ky është shive, edhe shi që si e qumësh, shi se si e ka ajkën sipër. Ta shikoj dhe unë njërë se vetëm kamera ta shikoj dhe unë pak. Ja. Kjo është qumësh si ka ardhur deri nga lopa. Wow. Jo, këto është realitet, jo me llafe. Wow. Ky tangu tani se ne nuk ja jap. Tani s'kam qa bëj. Fola. Thash, ajde t'i tregoni, duhet i shoh tani. Jo, do t'i shikosh, a ke ardhur apo më pyet? Jo, kam. Realiteti o ky. Që lufra. Hajde, ti i tani. Falim minut, tregoj këtë. Do vi boti, ky qumshi, po nuk pa të shku 3 gradë, ne nuk ja japim, nuk ja ngarkojmë botit. Tani ky është? Ky është 7.6, sepse është musht i pari ky dhe i dyti ky, që do të thotë ky akoma se ka rrit si 1 orë ka që ka marru procesi, ky marrë 2 orëve, për 1 orë ky do shkoj 3 gradë. Që do të thotë, ne se ja japim lufrës, nuk ja ngarkojmë, për arsye të jetë 3 gradë kur unë t'ja jap botit, që pse? Po pse, që ti ruaj parametrat qumshi që unë kam prodhuar prodhimi im, kur shkoj atje, ti ketë gjithë parametrat e duhura, se ky po nuk ftohet. Në 3 gradë
nuk i ka parametër se thot, jo uftof, jo s'uftof. Ka shof pak si Po. është tani? Po kur vjen e merë? Botet e lufrës, kur vjen? Boti lufrës mund vi rreth mas një orë e gjys, maksimumi. Ky ka më pak ajk. Atëherë, është miel tani ky për ne. Së shtof akoma. Dhe pastaj kur tjetë në 3 gradë, shiko. Jo, ka dhe gjë tjetër, ky tang është më i moll. Momenti që ky mushet plot dhe zora është afër krijo dhe ajkën më shumë. Kupton? Se ky ka 2 elika, po ti shikosh ti si tang, është Po, më i moll. shikoj, të dy Ka ato. 2 elika Çfarë dhe bën ato trazon. elikat? Dhe elikat shpërndajnë qumshit që të ftofët një krosisht i njëjti qumësh, se moment se janë elikat, ftofët këtu ai ku po në mes, si do Jo, është. nuk bëhet në mënyrë të njëtrajtshme. Kurse ky tangu ka 1 elik. Ky që e ka plot. Dhe ky është më i madh. Po, ky është më i madh se ky. Se po ti vesh ajo shio me 2 elika, ky është me 1 elik. Tani shkojmë te shtëpia e Viçave, që si e quajmë ne këtë. Që duan dhe ata një pjesë të qumshit. Po, normal, se këto janë të vegjël, këto ushqen gjithë me qumësh. Ta duan qumshin gjithë kohës. Do të Qa- thonë ka shumë Qa viçi rri këtu, këtu janë rreth 80 viça, këtu pinë qumësh nga fillimi deri në fund. Dhe këto fillojnë me grupe. Nga si mas lindje, kjo për shembull është lindja e kësaj jave. A këta janë të vegjël, po, javor. po, ja fillojnë. Po deri kur vin këtu dhe nga këtu në me procesi, kush mush 3 muaj gjysë që shkutën janë nga më të mëdhenj qumshi, atje. po, dhe kalon te stalla tjetër, që fillon zinxhiri. Kjo është e ardhmja e fermës. Po s'qen këto s'ka fermë. Se s'ka kush i zëvendëson ato. Kështu që e keni syt këtej. Po, në pjesë të kjo, qumshit. këtu merret Eldi. Ildi ka lënë këtu. Tamam, e ardhmja e fermës. E ardhmja e kujdeset për të fermës, ardhmen e kujdeset fermës. për të ardhmen e fermës. Shiko, t'ju bëj një pyetje të dy me që Po. jemi të ardhmja e fermës me të ardhmen e fermës. Po. Në si ndihesh ti kur sulmohet qumshi fermeri, dhe me thënë, nga njerëz që din ose s'din, nga njerëz, edhe unë, te njerëzit që dua të di, mund të them një fjalë dhe unë kam merak për tjetrin. Atëherë, Por dua të pyes. ja unë të tregoj sinqerisht, edhe qim dhe kohët ngrehen kur ti e thu këtë. Pse? Kur preket qumshi, irritohem aq shumë sa ti nuk e ke idenë. Pse? Do të thush pse? Këtu fillon procesi i ngrehemi në orën 4 të mëngjesit. Jo unë, por çdo fermer që merret me këtë sektor, ngrehet në orën 4 të mëngjesit dhe përfundon në orën 11 të natës. Dhe ti mu kur më prek, më ke prek djersën time, investimin mia, të ardhmen e fëmijëve të mi. Ne këtu prekmi komplet si familje. Kur thu për Po mirë, se qumshin, ti thua më prek. Po. Ndërkohë, unë jam, e lëm gazetarin. Po. Unë jam njeri që pi qumësh, që dua të jem e sigurt për qumshin tënd. Po. Dhe ti mos u prek fare, ti duhet të më sqarosh mua. Po jo, unë Ti duhet, jo tani unë të erdha dhe ti më hape derën dhe unë po kuptoj, po domethënë mos e merr personale, duhet njerëzit të sqarohen. Atëherë. Dhe ty tregohet që firma nuk janë siç e moti, more, unë kam djalin që punon këtu. Jo, këtu nuk vazhdon vetëm, nuk është problemi se punon djali im. Këtu problemi që të procesi se si ruhet ushqimi, të procesi si ushqen kafshët. Këtu ne vinë recetat që ushqen kafshët nga e para deri te e fundit, vinë veteriner austriak që na bën gjerman, që na bën recetat ushqimit. Ne problemi më të vogël që mund të kemi, ne thrasim direkt doktora që merren me recetat ushqimore nga kompanitë më prestigjioze. Sepse ti je në gjendje ta bësh këtë gjë. Po jo vetëm unë, por çdo fermer po dhe ai më i vogël dhe unë ne nga më të mëdhet. Dhe nga ai më i vogël deri te më pse kompanitë si Austria Premix apo tjera që afron produktet Premixin, antimykun që kafshat jetë në rregull, tjetë ashtu, të vinë, të sugjerojnë, të japin, bën analizë ushqimi që nuk mund të provosh dot. Po kjo fjala që është bërë tani e modës. Aflatoksina. Aflatoksina. Se e kemi mësuar ne për mençat. Aflatoksina. Aflatoksina. Jo, po tani frikë është. Ja, ta shpjegoj unë. Kjo njerëzit kanë shumë drejt, sepse ne jemi pro-konsumatorët. Se po më sule do i vitë mua nga i nati që i kam sharë, më ke sharë atë. Atëherë, ne jemi pro-konsumatorët. Jemi pro-konsumatorët. Pse? Si konsumon ti, konsumon dhe familja ime. Konsumoj unë, djali im, gjithë. Njëti qumësh që ha ti, haj dhe unë. Se bën më vetë ati për vetën. Ja pra ku janë tangët, si ti tregova tangët e qumë, unë aty marrë qumë, nuk kam se sips. Atëherë, për ne e ferën dhe moja fjallat aflatoksin, ne se kemi pas një problem, se ne e dim, por recetat që ne kemi nuk të lejojnë.
që ti të prodhosh qumësh me aflatoksinë. Çdo me thënë kjo receta ushqimi, ajo varet nga ushqimi. Receta ushqimore, ja të tregoj një recetë ushqimore unë ty edhe të tregoj se që haj kafshtu 24 orë. Ja ku e kam tu. Edhe të tregoj me datë se që date, sepse ne në momenti që hapim një grop silazh, ne kemi 4 gropa silazh në dispozicion. Në momenti që ti hap një grop silazhi, kombaj do vijit me laborator të bëj gjithë analizat e ushqimit. Se fakt ferma nis ke ushqimi, Po, kjo nuk është ferma këtu. Ferma është atje poshtë, ku është magazina silazhit, magazina... Do shkojmë pak edhe atje? Po, do të tregojmë gjitha. Atëherë, këtu fillon përgatitja e ushqimit. Këtu është realisht Përgatitja. problemi ose zgjidhja? Problematika që përdoret për aflatoksinë nuk ndodh, sepse atëherë këtu fillon rrudhja. Po ti vesh reti, kjo ka zgruri. Që do të thotë, kjo nuk konsumohet për lopët, sepse kjo ka kontakt me lagështirën ose me betonin. Kjo është vetëm për shtrecë, shtrohet e viçat ku qemni, krevatet e lopëve, ai pesë ishin gjithë shtruar, krevatet, boksat e viçave, ai pesë gjithë shtruar, shtrohen me këtë kashtat. Dhe ti përdor tjetër. Dhe atëherë, kati i dytë, ky është ushqimi i grupit mërshjerrave. Pse po të përdorësh këtë, çfarë ndodh? Atëherë, kjo është ajo që përdor se thith lagështirë, lagështira kthehet myk dhe ajo përdor kthehet në aflatoksinë që themi ne. A ky është myku? Po, kjo është myku. Dhe ne si rrujmë ushqim. Gjithë kjo është grupi i mjeljes. Pra, nga këtu fillon, tek ushqimi fillon e gjitha. Ushqimi, tek mënyra si ruhet, tek mënyra si ushqen. po të përrodhosh një qumër cilësor, Ja, rrinë, fërkoj me dorë, nuk të lujnë. Ura, si rinë ke viçat, si rinë ke viçat. Kjo do qumësh tani, shisa të bukura janë, shisa të bukura. Ata thëri do qumësh, na le prap qumshin pa morë në jetë, pinë macet prap, të më ka pi macet, a për macet. Ja, jo tjetra, këtu qeka. Vinë gjitha, janë gjëso. Ferma ka mbi 20 vjetë që ka filluar si fillim. Filluam me disa viça, një viçat e filluam me lopë. Ke qenë jashtë? Unë, po, normal që u kam qenë në Itali, kem punuar, gjithë si vlezën në Itali, jemi këthyër, e kam lënë në Italinë. E pe atje këtë që ecste Po, dhe po e normal, këtu? normal, në Itali, sepse edhe atje pak e shumë po këtë punë në për Italian dy punuar. Po e bëj për vete? Po e bëj për vete. Dhe nisëm, si fillime kem nisëm e pak. Je penduar? Jo, nuk jem penduar. Nuk kam penduar sepse në fundit fare jam në shtëpinë time dhe me këtë punë këtu jam rregulluar vetë. Sot jam i martuar, jam me 2 fëmijë dhe me këtë punë kemi ushqyer ato 2 fëmijë, edhe familjen, po me këtë punë e marr. Po mirë, po kur vinë momente si këto, që këto janë momente shumë të gjithë. Janë momente shumë të vështira, por ne sot, ne shkruaj Zotit, sot jemi të ditër. Derisa sot to po flasin për përgatitje për Bashkimin Evropian. Tash fatkeqësia është dhe shtetit, sepse kjo përgatitje që japin, do t'japin udhëzime. Këto doktora, këto veterinera që paguan në bashki, zotni, vini herë kontrollojnë që ushqimi, ku është problemi. Nuk ka bashkë privati. Tash problemi jonë na lajmëruan përpara. Firma Lufra, na lajmëroi përpara, na thash shikoni sepse është këtu. Ti je vetëm Lufrës? Unë vetëm Lufrës. Vetëm Lufrës. Dhe sa tjetë kjo fermë, vetëm ke Lufra kam shkuj qumshi. Harroj të tjerët, sepse nuk funksionojnë. Që mos të balqët e vogla për mua herë janë komplet zero. Sa qumësh bën ti? Unë sot bëj 1600 litra. Është vit që akoma nuk është bërë lop, do rritë dhe kjo do bëhet lop, por arrin 30 litra mesetarja. 30 mesetarja qumësh. Dhe i gjithë qumëshi që shkoj atë ditë e Lufra u kthye çfarë ndodhi? Neve patëm probleme, bilës Lufra na la qumshin 4 ditë. Unë se kam dozuar qumshin. Jam detyruar qumshin, nuk ma merr domosht qumshin sepse qumshi doli me aflatoksinë. Për 4 ditë arritëm, gjetëm zgjidhjen. Problemi ishte misri, hoqë misri, nuk javi misri. 4 ditë qumshin, pinë viçat, na viçat të gjithë kanal, sepse nuk mundëshin do të asnjëse me afal, sepse doli kjo fama emrit aflatoksin, na helmut, na bot. 4 ditë qumshi shkoj të gjithë në kanal, edhe qa pinë viçat i pjesë, sepse është shumë qumësh që marrë në ditë. Nuk mund të rëvëlloj ma i viçat sa kam. Pse ndodhi? Kush e problemi? Problemi ishte të gjithë misri që mershim, që bleshim, misri eksportit, importit, komplet, misri ishi komplet me aflatoksin, i mykur.
Ishte i mykur. Ishte i mykur misri. Domethënë për t'ia shpjeguar edhe atij që dëgjon, që çfarë është myk. Po, që vjen myk. prej ushqimit. Miku që vjen nga ushqimi. Mungesa e kujdesit të dur për ushqimin, Po. sjell këtë. Sjell te problem. Ti e zgjidhe që pastaj Unë e zgjidha, bilës dhe nuk patëm përdorur, antimyk nuk e di çfarë ishte fare, arritëm që e gjetëm, na i punëtoj tash në prun nga Italia, ai ishte zgjidhja që e fuzim e kafshë, që ajo është si për kafshën bën mirë, si për fjalë e zgjesh çdo gjë cilësore, pa aflatoksinë qumshin. ishte hera e parë që të ndodhte? Po hera parë. Që ndodhi nga ushqimi i gabuar i asaj here? I gabuar, po. Po që mund të ndodhte edhe Nuk do përpara nuk ishte përdorur. Se kisha Te përdorur, antimykun. ishte Nuk e kishim përdorur asnjëherë. Përpara, kjo ishte fatkeqësi që nuk e kishim përdorur. Tash e përdorim me normë çdo gjë. Hallka këtij problemi ngel gjithmonë që ne fshatarët, që ne fermerët. Po, e vërtetë. E funit jemi ne humsat. Po, ty do të them. Sepse unë shkoj zotia i them, du misër pa aflatoksinë, vëlla se kam probleme vëlla me kafshët. Po. Okej, më xheri copë certifikat zotia, më thotë shiko, thotë e kam importuar, thotë është pa aflatoksinë. Vjen dhe bën provën, a del me aflatoksinë. Do dënohemi tash në lopët, i kemi pa misër. Sepse till nuk di ku të shkojmë edhe në ana jonë, nuk di ku të shkojmë më për misën. Po tash edhe kafsha pa misë nuk mund të jetoj në vend e botës. Tash nuk po kontrollon shteti ke misri. Po sigurisht kemi zgjedhë zgjidhjen tash, kemi hequr misrin. Shkoj tek si e pra, çfarë? Ne kemi hequr misrin fare, nuk kemi fare misër. Çfarë jep tani? I japim sojën, elbin, grurin dhe plus me antimykun. Të shkruajmë gjithmonë. Pra ke gjetë dy zgjidhje. Dy zgjidhje. Sepse isha tani tek një fermë më e madhe, e cila e prodhonte vetë ushqimin. Po ti nuk mund ta prodhosh vetë. Jo, unë se prodhoj Ti do e vetë. blesh. Unë se prodhoj vetë. Unë prodhoj vetëm në të gjithë, unë pak e shumë sa di, me aq sa jam me atë jurin time, në të gjithë vendet e botës, baza ushqimore, të gjithë fermat bëjnë silazhin dhe barin. Pjesa tjetër e koncentratave e blenë. Janë tje që merren me këtë punë. Po duhet ta Kjo është kontrollohet. normal, Duhet me të kontroll çdo kontrollohet gjë. Gjithë zinxhiri. Me kontroll. Sepse në fund të fundit je ti që e paguan. Unë e paguaj. Për shembull, ato 4 ditë që qumshës ta mori lufra, Po sa sa humbet? duhet, humbë 8 milion lekë. 8 milion lekë për 4 ditë. Po. Kështu që ty të Mos duhet te të desh ta 7, zgjidhje më njëherë, të ndërhyje më njëherë me lekë të tjera, kuptohet, sepse kanë Normal, ndryshuar normal, ushqimin, kanë normal, ndryshuar këtë. Normal. Po kjo është shikëzoj që e arritëm, që gjetëm zgjidhjen. Dhe të shkojmë përpara kështu se më ndonë Kur prapë ti kjo punë kërkon kështu. një zgjidhje, me kë konsultohesh? Me atë që ja shef, me veterinerin, si ja bën ti? Kush të ndihmon ty? Konsultet i bëj me fjalë kam një italian unë faktikisht vetë, që flas gjithmonë me fermën anti dhe realisht ato këtë gjëra përdorshin dhe kanë misin në çdo gjë tharje. A sa mirë, domethënë ti bashkëpunon edhe me të Bashkëpunoj, normal që bashkëpunoj me të huaj, se normal i dal zot punës time. Gjithashtu. Se përndryshe çdo ditë bi telefoni deri në lufra sa dorëzohet qumshi, laboratorat, analizat, zotni qumshi mrapsh. Ti paguim të fukonin lufrë si ta bjej qumshi mrapsh me derdh. Në rregull, kjo është gjithë historia. Kështu që nuk ta mban që të krijosh probleme. Je ti Jo, që jo, jo, s'ke jo, interes të kesh Po probleme. s'kam interes. Tani jam në procesin e mjeljes tek një fermë e madhe, shumë e madhe, është vjen SHPK. Sa kohë ka këtu gjithsej? 1000 Që është hapur si subjekt? Ky është blerë si fermë vogël me rreth 150 kafshë, domethënë. 150 ka pasur. 150 në 2005. Domethënë rreth 20 jemi në vitin 21. Sa kohë ka tani? Sa kohë ka? Ka rreth 1400 kafshë. Tani jemi me 1400 kafshë. Wow. Sa kalojnë tani që bëhet mjelja? Në këtë moment mjelja e drekës, domethënë është diku ke 700 e pak krerë. Se sa mjelje bëhen gjatë ditës? Bën 3 mjelje. 3 mjelje në ditë. Po, mjelja e parë kryhet në orën 3 deri në orën 6. Mjelja e dytë fillon në rreth orës 10:30 deri në orën 2. Dhe mjelja e tretë është mjelja e darkës, fillon në rreth orës 6 mbasdite deri në orën 8:30 mëngjes. Ne do më tregosh pak për shembull çfarë po bëjnë zonja tani? Zonjat fillojnë nga Mbar. njëra nga zonjat kryen procesin e pastrimit të gjive dhe njëra vendos makinerinë e mjeljes. Do ato pastrojnë tani. Po, pastrojnë atje gjin, normalisht vi nga stalla për të pasur gjithë pastër gjatë mjeljes. Duhet pastruar gjin. Pastaj vë makineri. Pastaj vë makineri. Dhe është një farë mënyrë Gjatë kohës që rrotullohet impianti, kryen edhe procesin e mjeljes. Edhe mbasi mbaron mjeljen, makineria stakohet automatikisht.
në fund të impjantit pastaj, është dikush tjetër atje që bën edhe disinfektimin e gjinjve mbasi mbaron mielja. Ka dhe disinfektim mbas Ka mieljes. disinfektim, po. Do të thotë të gjitha këtu tani janë në radhë për Janë në radhë për mielje. mielje. Ky është vendi ku mblidhen në pjesa e zona pritjes. Zona pritjes, vin këtu, pastrohet, bëhet mielja. Në total pastaj sa merr ti te kjo mielja e mëngjesit, e drekës, e gjashtës? Shiko, kjo matet me sasi ditore, pak e shumë. Ne marrim diku ke 18.000 litra në ditë. 18.000 litra në ditë, të gjitha. Po një lop, një për shembull, kjo dyshi. A do të pas specifikisht, po ato variojnë, këto janë kafshë intensiteti që kanë sasi prodhimi dhe ne mesatarën e tufës për individe kemi diku ke 31-32 litra në ditë. Një lop 30 litra në ditë? Wow! Po pse tonë atëre nuk ka krerë, nuk ka qumësht, në kuptimin, pse është kjo ide? Se është, perceptimi është, ka rënë krerët. Perceptimi është dhe është i saktë, është rritur, në qësën për para ti merje 20, 18, lopët e rendimentit lartë merje 18-20 litra në ditë, sot merë 30, 31, 32, ke individ që t'japin dhe 20 dhe 22, dhe 25. Po mesatare 30, 31. Edhe 25, ka? Po, dhe 25. Pra, do më të që ka ndodhur, janë rullur krerë? Është shumë numri krerëve, por është rritur rendimenti për kafshë. Përveç se të ka ndodhur konsolidimi i tregut, domethënë nuk ekzistojnë më shumë fermerët e vegjël me 1-2 krerë, që ishin në numër të madh. Po ekzistojnë fermerë me më shumë krerë për individ, për fermerë. Janë është krijuar mundësia që të ketë ferma më të mëdha dhe ferma mesatare. Jo, nuk po flasim vetëm në nivelin që jemi në nivelin fermë madhe. Po, është rritur numri fermerëve që kanë nga 20-30 kafshë, që janë konsiderueshëm. Ata me 1 me 2 praktikisht nuk ju intereson dhe atyre të punojnë? Po se, paktën në opinionin tim është që një fermë tjetë rentabel për të mbajtur një familje, do të ketë paktën mbi 15 krerë lopë, që tjetë. E kuptoj. Pra do të thëmë, edhe perceptimi ju është rregull që nuk kam interes të mbash krerë. Të dyja qëndrojnë. Edhe perceptimi, edhe e vërteta është që jo se s'ka interes, po interesi është të kesh shumë dhe rendimenti është rritur. Për shkak të trajtimit. Ekonomia shkallës. Është njëjti parim, ekonomia shkallës. Dhe ndërkohë është rritur rendimenti dhe për shkak të ushqimit, kujdesit. Domethënë këtu gjërat maten me gram. Domethënë që të racioni ushqimor, të çdo gjë. Për shembull, më fal, ke një tabelë aty, shikojmë dot çfarë është ajo tabela? Ajo tabela tregon aktualisht lopët që janë në mielje. A kjo tregon edhe sasinë në litra, sa është pritshmëria që duhet të ketë ajo në litra në gjatësaj i mielje. Stalla? Stalla është pozicioni që ka te impjanti. Po, numri do të thonë 1 nga 1 deri ke 36. Tu është numri individual i kafshës, sistemi identifikimit i branshit. Ka një smart tag që detekton, domethënë që bën lidhjen e secilës lopë. Informacioni. Tu është sasia e qumshit që është matur aktualisht nga impjanti. Aktualisht dhe këtu është ajo që pritet? Wow. Tu është sa përqind e asaj që pritet është realizuar deri tani, sepse procesi është një nuk ka mbaruar. Sa përqind e asaj është realizuar. Tu është konduktiviteti. Domethënë se sa konduktiv është qumshi në një për të matur cilësinë e qumshit. Dhe lopët që janë me konduktivitet lartë presupozohet që të jenë me mastite dhe duhet trajtuar, domethënë kjo të tregon përpara kohës se të jetë problemit të kafshës. Domethënë ky është ai mikromenaxhimi që ty të bën të jesh më efektiv edhe. Çfarë bën sa po e shikon këtë shenjë, më njëherë kujdesesh për. Fillon edhe e ndan veçat e lopë, impjanti e ndan automatikisht vetëm fund kur del atje e ndan në rrugët se ku do ta çojë. Se ku do ta çojë që domethënë veterineri pastaj ketë mundësi ta kontrollojë të shikojë. Sa këtu është koha pastaj. Ajo është koha se sa ka zgjatur mielja për atë lopë. Shumë interesante. Pra ti e ke të gjithën këtu. Ti çfarë do të pyes? Kjo është vetëm një pjesë, kjo është vetëm një pjesë shumë e vogël e realisht sa dhëna ne masim për kafshë. Po ke të dhënat e tjera? Kemi kompjuter. Ke aty, që të kalojnë direkt. Pra asgjë. Atje ne merremi. Kjo është vetëm më shumë për mielësit tu që ta shikojnë, domethënë nëse ka një gjë që nuk shkon. Shumë interesant.